E pabesueshme aplikacioni që kontrollon nëse jeni gjallë u bën numër 1 në Kinë. Me një regjistrim çdo 2 ditë dhe mundësinë për të njoftuar një kontakt emergjence, populariteti i aplikacionit është rritur ndjeshëm javët e fundit, veçanërisht në qytetet e mëdha. Një aplikacion me një emër të kopshëm është bërë aplikacioni më i populluar në pagesë në Kinë, duke prekur një ankth të thellë social, frikën e vdekjes vetëm dhe pa u vënë re. Përdoruesit duhet të kontrollojnë çdo 2 ditë duke shtypur një buton të madh për të konfirmuar se janë mirë. Nëse nuk e bëjnë, aplikacioni njofton kontaktin e tyre të emergjencës se mund të jenë në rrezik. Sipas BBC-s, aplikacioni u lançua në maj të vitit kaluar pa shumë bujë, por në javët e fundit ka shpërthyer në popularitet. Mijëra të rinj që jetojnë vetëm në qytetet kryesore kineze kanë shkarkuar këtë aplikacion masivisht, duke e katapultuar të në krye të aplikacioneve me pagesë të vendit. Sipas të dhënave të cituara nga mediat kineze, deri në vitin 2030, familjet me një pension në Kinë mund të arrijnë në 200 milion. Ky është pikërisht realiteti social i synuar nga aplikacioni, i cili i përshkruan veten si një shoqërues sigurie për ata që jetojnë vetëm, punonjësit e zyrës, studentët larg shtëpisë, por edhe njerëzit që kanë zgjedhur një stil jetese më të vetmuar. Përdoruesit në mediat sociale kineze deklarojnë hapur se aplikacioni i përgjigjet një frike të vërtetë gjithmonë. Ekziston ankthi se dikush jeton vetëm mund të vdes pa e ditur askush. Shpesh mendoj, nëse vdes vetëm, kush do të më gjej, shkruan një përdorues. Wilson Hu, 38 vjeç, i cili jeton rreth 100 kilometra larg familjes së tij, thotë se ishte pikërisht kjo frikë që e shtyu të shkarkonte aplikacionin. Ai punon në Pekin dhe për shkak të një projekti profesional kalon shumë kohë larg gruas dhe familjes së tij, fëmijëve, shpesh duke fjetur në punë. Shqetësohem se nëse do të më ndodhë diçka, mund të vdisja vetëm në shtëpinë që marr me qira dhe askush nuk do ta dinte, shpjegon ai. Kjo është arsye pse ai e ka caktuar nënën e tij si kontaktin e tij të emergjencës. Megjithatë, emri i aplikacionit ka shkaktuar reagime tash, pra disa e konsiderojnë shumë të errët dhe besojnë se sjell fat të keq, ndërsa të tjerë po bëjnë thirrje që të ndryshohet në diçka më pozitive si je mirë ose si je. Kompania që qëndron pas aplikacionit Monscape Technology ka thënë se po i merr në konsiderat kritika dhe po shqyrton ndryshimin e emrit.